të nderuar kolegë të pakt që keni qenë sot në parlament, të nderuar qytetar, të nderuar përfaqësues të gjithë komuniteteve qytetar të Tiranës, shqiptar që I keni syt nga seanca fundit e parlamentit, që prisni se çfarë do të rrezatojë kjo sallë, dituri e intelektualitet, duket që parlamentin e kanë braktisur. Por sigurisht që beteja në parlament bëhet, beteja në terren bëhet, edhe ashtu siç kam folur çdo ditë, ashtu do flas dhe sot, për të përfaqësuar ato që më kanë votuar, do vazhdojmë votojnë dhe do më sjellin këtu edhe në shtatorin e këtij viti si deputete e legjislaturës së re. Dy gjëra dua të ndaj me qytetarët shqiptar, meqense marrëveshja që po diskutohet sot do të jetë është një marrëveshje që është diskutuar në Komisionin e Çështjeve Europiane dhe është lidhet me disa ligje që kanë ardhur paket këtu në parlament. Së pari, opozita e ka mbështetur procesin e integrimit. Opozita e mbështet procesin e integrimit, e ka treguar me votë, e ka treguar në Komisionin e Çështjeve Europiane sa herë që ka ardhur një ligj për të diskutuar dhe faktet janë fakte, nuk ndryshojnë. A besojmë ne që Shqipëria e ka plotësuar kriteret? Jo, nuk e besojmë. A besojmë ne që sot zgjerimi ka një momentum ndryshe si rezultat I faktorëve gjeostrategjik? Po kjo është e vërteta. E vërteta është që qeveria nuk e meriton të ketë asnjë notë kaluese, po qytetarët shqiptarë e meritojnë. Qytetarët e meritonin për 12 vite me radhë që të hapeshin negociatat dhe e meritojnë që t'jenë qytetar të Bashkimit Evropian. A do ndodh kjo me këtë qeveri? Nuk ka për të ndodhur. Ashtu siç ndodhi nuk ndodhi në 12 vite, kjo nuk do të ndodhë sot. Nuk ka për të zgjuar papritur qeveria me vullnetin politik për të bërë reforma, për ta ndryshuar Shqipërinë, po e sigurt është që ndërkohë që ne prisnim që të shkonim në Evropë, shkuan shqiptarët atje përpara. Shkuan shqiptarët atje e u larguan këmbëve nga një vend që sot është më I varfër, më I vjedhur, nga një vend që sot fatkeqësisht nuk përfaqëson asnjë standard evropian. Çfarë ofron paketa e re e planit të rritjes? Paketa e re e planit të rritjes ofron një mundësi për të bërë reforma, një mundësi për të bërë reforma që do të financohen nga Komisioni, reforma të cilat nuk janë bërë nga qeveritë e të gjithë vendeve të rajonit dhe që tashmë Komisioni po vendos që këto do të jenë prioritet. Ky 6 miliard që dëgjoni është në ajër, sepse 6 miliard që është për 3 vite, pjesëtuar për 6 vende, 30% është grant, 70% është kredi e butë. Dhe lajmi I mirë që vjen me paketën e rritjes është që nuk do I lihet në dorë qeverisë, se po t'i liej në dorë qeverisë, si fluturuan fondet e IPART-it do fluturonin dhe këto. Si hikën fondet e Zyrës së Saspakut, ke restorantet e Ilir Beqes do shkonin dhe këto. Por këto fonde do të menaxhohen së pari nga Zyra Bejt, që do të hapet në Tiranë, dhe së dyti do të menaxhohen nga strukturat e Komisionit Evropian. Sepse për ndryshe, çdo fond që ka ardhur, kështu është keq përdorur, kështu është abuzuar, kështu është vjedhur. Besoj qytetarët shqiptarë kanë qartë sot që fondet e IPART-it 116 milion euro, të cilat I mungojnë fermerëve shqiptar, që u vodhën për fermerët shqiptar, që I mungojnë ekonomisë shqiptare, që I mungojnë bujqësisë shqiptare nga Devolli në Fier, nga Lushnja e Mallakastra në Xar të Sarandës, nuk do të vinë as këtë vit. Vitin tjetër, ka thënë Komisioni Evropian, do të shqyrtojë mundësinë që këto fonde të bëhen efektive. 3 vite I kanë hequr qytetarëve shqiptar mundësinë që fondet e Bashkimit Evropian të shkonin ke fermeri. E njëjta gjë ndodhi dhe me fondet në zyrën e kryeministrit për koordinimin e fondeve ndihmës huaj dhe fondeve të Bashkimit Evropian. E njëjta gjë ka ndodhur me kontrata koncesionare, e njëjta gjë ka ndodhur me projektet e rrugëve, e njëjta gjë ka ndodhur me çdo kontratë tjetër abuzive që është paguar qoftë nga fondet buxhetit shtetit, qoftë nga fondet donatorësh, po sigurisht që rëndësia, njolla, pesha, vështirësia është akoma dhe më e madhe. Kur abuzojnë me fondet e shqiptarëve, këtë e bëjnë edhe me fondet e europianëve. Kjo është fytyra e vërtetë e qeverisë. Në qoftë se qeveria do kish vullnet politik për procesin e integrimit, do ta kish treguar këtë vullnet 10 vite më parë,
do ta kishte treguar në çdo vendimarrje, do ta kishte treguar tek hapësira që i jep opozitës në kuvend, do ta kishte treguar tek zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, tek ligjet me porosi të cilët kanë shkuar në 20, do ta kishte treguar tek shkelja e marrëveshjes të stabilizim asocimit, ku sot pjesa më e madhe e kontratave shkelin nenin 71 të kësaj marrëveshje dhe bëhen pa konkurrencë, bëhen pa garë. Do ta kishte treguar në çdo moment, kishte koboll 12 vite për të treguar a ishte prioritet integrimi apo jo, për të treguar se sot shqiptarët e meritonin me kokën lart të shkonin në Evropë. Ndërkohë që për 12 vite dështuan, për 12 vite e sollën Shqipërinë në këtë situatë, sot krekosen se po hapen grup kapitujt si rezultati një faktori gjeopolitik. Nuk është e rëndësishme sa kapituj hap. Nuk është e rëndësishme fare se sa shpejti kryen këto në 1 muaj, në 5 muaj, në 6 muaj. E rëndësishme sot është që ti mbyllësh këto grup kapituj, që të respektosh të gjitha parimet e grup kapitullit parë, duke nisur nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme, tek institucionet demokratike, tek prokurimi publik, te lufta ndaj korrupsionit, tek respektimi të drejtës së pronës. Kjo është e rëndësishme sot, të tregosh vullnet politik që ti standardet e Bashkimit Evropian, normat e Bashkimit Evropian i respekton çdo ditë, edhe kur i ka syt mbyllur Europa, edhe kur i ka syt hapur. Unë gjatë kësaj kohe i kam bërë thirrje të gjithë kolegëve në Parlamentin Evropian dhe jo vetëm, kudo ku kanë pasur mundësi dhe hapësirë për ta përdorur procesin e integrimit si një kontroll dhe monitorim mbi qeverinë. I kam bërë thirrje të gjithëve të vinë dhe të shohin se si organizon Shqipëria zgjedhjet. A janë këto zgjedhje me standarde europiane apo jo? I kam bërë thirrje të gjithëve për të parë se si zbatohen standardet e mbrojtjes pronave, të minoriteteve, të luftës ndaj korrupsionit, prokurimit publik, se që ti kesh këto në ligje dhe në letër është shumë e thjeshtë. Miraton dhe opozita, çdo ligj që nevojitet për procesin e integrimit. Po, diferenca vjen tek zbatimi i tyre. Ku është Shqipëria sot? Si është Shqipëria sot? Kemi më pak Europë apo më shumë Europë? Kemi më shumë standarde apo më pak standarde? Kemi më shumë vlera dhe norma të BE-s apo më pak? Dhe përgjigja fatkeqësisht është që kemi më pak. Kjo është arsyeja pse shqiptarët janë larguar. Kjo është arsyeja se pse sot kemi diasporën e tretë më të madhe në botë. Kjo është arsyeja pse sot ekonomia shqiptare vuan, se pse korrupsioni ka kapur çdo institucion, se Shqipëria ka dështuar në procesin e integrimit, se Shqipëria ka dështuar të tregojë që vlerat e standardet europiane këtu zbatohen, e qytetarët shqiptarë kanë zgjedhur të largohen, kanë zgjedhur të ikin, kanë zgjedhur ndërtojnë një jetë më të mirë për për familjet e tyre jashtë. Ky është realiteti, dhe ky është realiteti që ne duhet të ndryshojmë edhe në 11 maj. Ky është realiteti që duhet sfidojmë në 11 maj. Për këtë arsye i bëj thirrje të gjithë diasporës, kujdo që do të ketë mundësi të votojë, që do jetë zënë zgjedhjet e 11 majit, të mos zgjedhin ato që i detyruan të largohen. I bëj thirrje të gjithë familjeve shqiptare, të mos zgjedhin ato që i varfruan. I bëj thirrje shtresës mesme, të mos zgjedhin ato që i taksuan. I bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që kanë besuar opozitën në të gjitha betejat që ka pasur, të mos zgjedhin ato që kanë shkelur me këmbë. Po të vendosin e të zgjedhin përfaqësues të tyre që duhen në parlament, të vendosin ato që kanë luftuar për interesat e qytetarëve, të vendosin ato që i përfaqësojnë më së miri, të zgjedhin ato të cilët mund ta ndryshojnë me të vërtet realisht Shqipërinë. Sot ka ardhur dhe komisionerja zgjerimit në Shqipëri, si një shenjë ndryshe për të takuar e për të biseduar me të gjithë palët politike, se procesi i integrimit nuk është proces qeveritar, nuk është proces burokratik, nuk është as proces teknik, nuk është as një listë ligjesh që duhen miratuar, po është e duhet jetë një proces gjithëpërfshirës për qytetarët shqiptar. Opozita këtë ka kuptuar me kohë, është ngritur në lartësinë e saj, po fatkeqësisht nuk është ngritur qeveria në këtë lartësi. Më lejoni që ta përfundoj fjalën duke thënë që ndoshta jo shumë gjëra kanë shkuar mirë gjatë 4 viteve të fundit, po unë ju siguroj sot se qytetarët shqiptar nuk kanë asnjë zgjedhje, asnjë alternativë më të mirë se oferta opozitare. Ashtu siç ju siguroj sot se do të jem në këtë parlament
edhe në shtator, në sesionin e ardhshëm, për të mbrojtur interesat më të mira të qytetarëve shqiptarë, ashtu siç kam bërë në 12 vite në këtë parlament, në 4 vite të opozitës fundit dhe çdo ditë që kam pas privilegjin për të pas votën e demokratëve për t'i përfaqësuar këtu. Nuk ka pas privilegj më të madh, nuk do ketë privilegj më të madh e nder më të madh, do vazhdoj ta bëj këtë deri në momentin e fundit. Faleminderit.